Takimi në Washington u mbajti një klim të ngarkuar dhe me pritshmëri të larta nga ana e Kievit, I cili shpresonte për një vendim pozitiv lidhur me dorëzimin e raketave Tomahawk nga SBA. Donald Trump megjithatë I kërkoi Zelenskit që të përqendrohej në arritjen e një marrëveshje me Rusinë, një qasje që sipas tij do të ndalonte vrasjet dhe do të çonte drejt një zgjedhjeje të menjëhershme. Presidenti amerikan bëri të ditur se tentonte të ndërmjetësojë një proces të gjerë diplomatik, përfshirë takimin e paralajmëruar me Vladimir Putinin në Europë. Pozicioni I Trumpit u përcaktua si një tërheqje me ofertat e dorëzimit në Tomahawkëve, armë me rreze të gjata që Kievi I ka kërkuar prej kohësh për të goditur objektiva strategjike në territorin rus. Pas konferencës, Zelenski pranoi se SBA-ja nuk u angazhua për furnizim të menjëhershëm, por mbajti qëndrimin realist. Ai tha se Rusia ka frikë nga këto sisteme dhe se diskutimet për to ishin të ndjeshme, pasi administranta amerikane nuk dëshiron të provokojë përshkallëzime. Gjatë bisedimeve u premtua bisedimi me të ishëm mes ekipeve të dy vendeve, por asnjë hap konkret nuk u dha pa armë me rreze të gjatë. Zelenski, duke ruajtur hapësirën negociuese, përmendi mundësinë e shërbimit operacional si ofrim I droneve Ukrainës në këmbim të raketave, si dhe një opsion që Kievi mund të mbajë një tryezë të negociatave të ardhshme. Një faktor vendimtar në ndryshimin e qasjes së Trump ishte takimi I tij I ndjeshëm me Putinin, nga I cili dolën sinjale për rifillimin e dialogut. Trump u shfaq optimist për një marrëveshje paqeje që mund të shtrihej pa nevojën e dorëzimit të Tomahawkëve, ndërsa kritikët paralajmërojnë se një zgjedhje e nxitur mund të lërë Ukrainën në pozita të favorshme ushtarakisht. Pas takimit, reagimet diplomatike dhe ushtarake pritet të jenë të ndjeshme për Kievin. Vonesat apo refuzimet për furnizime me raketa me rreze të gjata reduktojnë mundësitë për sulme të thella strategjike. Për Washingtonin, çdo hap duhet të peshojë rrezikun e përshkallëzimit me Moskën. Takimi la të hapur më shumë pyetje se sa përgjigje. Zelenski u largua pa konfirmime konkrete, ndërsa Trump synon të kapitalizojë lidhjet e fundit diplomatike për një të arritur që ai e sheh si të mundshme.